pa kushte, në mënyrë të plotë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë iniciativë ushtarake që kanë ndërmarrë ndaj Iranit. Jo thjesht, do thoja, dhe këtu mendoj që kam diçka, kam dhe një objeksion të vogël për shprehjet, jo thjesht për të eliminuar rrezikun e armatosjes nukleare të Iranit apo raketave, por dhe si një mision paqeje, sepse duke shkatruar regjimet kriminale, gjakatare, të cilët krijojnë mira e mira, dhjetra mira viktima dhe në vendet e tyre, forcohet paqja. Paqja është një koncept, do thoja, shumë i gjerë. Nuk është thjesht ajo luftë e deklaruar midis ushtrive që prish paqen. Paqen e shkatrojnë regjimet gjakatare. Paqen e shkatrojnë asgjësimet e njerëzve, vrasje qëllimet e për rrugë, ndaj atyre që protestojnë. Paqja shumë e gjerë se sa një përplasje midis ushtrive, do thoja unë. Ashtu si një regjim i cili mbjell vetëm destabilitet, terrorizëm në gjithat rajon, një regjim i cili kërkon të, dhe është një rrezik i madh për destabilitetin e atij rajoni, një rajon i rëndësishëm, ku ne si Shqipëri duhet të ndjekim dhe ndjekim hap pas hapi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të gjithë proceset politike dhe gjeopolitike aty. Mendoj se ky është një parim i qartë i diplomacisë sonë, që kemi pas historikisht dhe që duhet ta vazhdojmë, pikërisht sepse edhe për faktin sepse realisht në atë rajon nuk është se kemi mundësi për influenca direkte për shkak të dimensionet tona dhe as për interesa të përcaktuara specifike realisht, jemi shumë sinqert midis nesh. Në lidhje me këtë pikë, unë do thoja se reagimi i qeverisë shqiptare, ju nuk ishit ministër në atë periudhë, ato ditë, për të solidarizuar me atë që fillet ndodhi me aksionin ushtarak të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit, ishte i vonuar. Ishte i vonuar në kohë. Reagimet kanë rëndësi veçanërisht kur je pjesë e një lance të madhe, të jenë të menjëhershme. Ne ngritëm si opozita të çështje dhe pastaj filluan të dalin reagimet. Ishte reagimet të vonuara. Ashtu si që ishte edhe i vonuar reagimi në solidarizim me vendet e tjera të rajonit, ndaj tendencës të Iranit për të zgjeruar konfliktin, sepse strategjia e tyre është të zgjerojnë konfliktin. Unë jam i bindur për të jam dakord me ju me të gjë. Që strategjia e tyre është strategjia e zgjerimit të konfliktit. Kërkojnë të zgjerojnë sa më shumë konfliktin. Dhe kjo është e padiskutueshme. Edhe jo vetëm ndaj vendet të rajonit, por edhe ndaj vendet të tjera, duke sulmuar edhe bazën ushtarake italiane, edhe franceze në brëm, kur u vra një nën oficer francez. Pra, kërkojnë të zgjerojnë konfliktin. Është strategjia e tyre, kërkojnë të zgjerimi i konfliktit dhe krijimi gjithmonë më tepër probleme dhe pengesa qoftë duke bllokuar dhe ngushticën e Hormuzit. Ky është një problem tjetër që unë mendoj dhe jam i bindur që ata të cilët kanë ndërmarrë aksion ushtarak kundër atij regjimi kriminal terrorist, gjaksor, padyshim që do të ndërmarrin masat. Unë sot them drejtën jam shumë entuziast duke dëgjuar dhe atë shprehjen e mbrëmshme të presidentit Trump kur foli pikërisht për ata cilët janë mësuar në shekuj të derdhin gjak dhe ai tash ndjen veten krenar që po ballafaqohet me ata duke u kundërvënë atyre. Është diçka që ne duhet ta mbështesim forcisht. Atë që tha presidenti Trump mbrëm. Se që të vim të çështja konkrete tona. Unë mendoj se Ministria e Jashtme u tregua tepër ngadalt. Qeveria shqiptare tregua indiferente. Në fillimet e konfliktit ndaj shqiptarëve të cilët qoftë për arsye të permanencës së qëndrimit, qoftë arsye të qëndrimit të përkohshëm për arsye nga më të ndryshme në zonë. Ishte opozita e cila ngriti këtë çështje në këtë komision, në Parlamentin shqiptar, në media, ku kërkoi që Ministria e Jashtme të dilte dhe të thoshe qartësisht të bënte transparencën përpara opinionit publik. Dhe bilesh përdor dhe shembull i Italisë dhe i ministrit Tajani, i cili vazhdon disa herë në ditë të dalë dhe të referojë për atë që po ndodh me qytetarët italian, mos gabohem, duhet të jenë të rreth 20.000, 30.000, por në krahasim me popullsinë ku ne kemi mbi 3.500 afër 4.000, në raport me popullsinë i bie ne kemi ndoshta edhe më shumë,
po tamam nuk e di, them drejtë nga ana aritmetike se si është raporti. Dhe për faktin sepse ata e konsideruan krizë, ne nuk e konsideruam krizë. Farnezina ka krijuar unitetin e krizës, jo një grup pune. Ka shumë rëndësi. Dhe emri që vije, sepse fakti krizë detyron qeverinë të financojë, të rimbursojë shpenzimet. Kriza është një koncept tjetër dhe një grup pune është një koncept tjetër. Dhe ju e dini shumë mirë që Italia krijoi unitetin e krizës, ka unitetin e krizës, që është në veprim, i cili ka arritur të transportojë të evakuojë disa mijëra qytetar italian, ashtu si edhe Maqedonia ka vënë në lëvizje mjete fluturimi duke evakuar qytetar Maqedonas. Ndërsa qeveria shqiptare lëvizi me shumë punesë. Kjo është hera parë që ju realisht bëni një Ministri i Jashtme bën një paraqitje të gjerë të çështjes, po do thoya se është e vonuar shumë. Shumë e vonuar. Kjo tregon pikërisht indiferentizëm të thellë të saj qeverie ndaj shqiptarëve që janë në nevojë. Ndaj shqiptarëve që janë jashtë. As edhe sa është fondi që ka vënë dispozicion qeveria shqiptare për këtë çështje? Nuk ka asnjë njoftim, unë nuk di të ketë. Parlamenti duhet zhvënë në dieni që ditën e parë. Çfarë morin përsipër qeveria shqiptare? Sa njerëz, sa linja ajrore u morën me qira, me pagesë nga qeveria shqiptare për të transportuar? Ata që janë mbetur atje, siç po veproi Maqedonia, do thoja. E veriut. Jo më Italia. Unë mendoj se ajo e cila thuhet dhe u tha, kemi negociuar me këto vendet atje, okej, dakord. Por në mbështetja direkte e qeverisë shqiptare ka qenë pothuajse zero ndaj qytetarëve të saj në nevojë atje. Dhe ta dini, unë kam direkte persona që kanë qenë atje, edhe nga zona ime, nga qarku, të cilët kanë ardhur me shpenzime të tyre personale, në rrugë të vështira, me shpenzime shumë të mëdha, dhe nuk ka asgjë nga shteti shqiptar. Ju do thoni vetë shkuan, unë jam dakord që vetë shkuan. Po prandaj duke quajtur krizë, do të implikohej shteti shqiptar në evakuimin e tyre, edhe nga ana financiare, jo vetëm thjesht organizative, që dhe kjo s'është bërë.